Një erë e re po fryn nga lindja duke sjellë një shpresë që duke e humbur angazhimin e vendosur politik të gjeneratës Z. Në Beograd prej 2 vitesh dhe në Tiranë prej disa javësh protesta të mëdha, shpesh të udhëhequra dhe organizuara nga vajza e djem në moshën 30 vjeç, po mbushin sheshet e Serbisë dhe Shqipërisë. Me thirrjen korrupsioni vret, serbët fillimisht kanë detyruar dorëheqjen e kryeministrit Miloš Vučević, a dhe tani presin që të largohet edhe presidenti i Republikës Aleksandar Vučić. Politikani djathtë populist dhe prorus i thirrur t'jap llogari për një sër ngjarjesh që sipas akuzave ka ndërtuar një sistem pushteti të errët, të lidhur me interesa klienteliste dhe larg çdo hapje demokratike në proceset vendimarrëse. Gjithçka nisi më 1 nëntor 2024 kur në Novi Sad, në veri të vendit, u shemb streha e stacionit hekurudhor të sapo rinovuar, sipas akuzave të protestuesve. Tragjedia ishte pasojë e korrupsionit dhe abuzimeve në procedurat e prokurimit publik. Aksidenti shkaktoi vdekjen e 16 personave. Prej aty nisi edhe vala e protestave. Nga Novi Sadi, gjenerata Z të rinj që në Europën perëndimore shpesh duken të distancuar ose të painteresuar për politikën, filloi të organizohej dhe të mbushte sheshet. Brenda pak javë mobilizimesh u arrit një rezultat i papritur. Kryeministri Vučević dhe dorëheqje, ndërsa presidenti Vučić vazhdoi të rezistonte, duke mbetur në qendër të një sistemi të akuzuar për mungesë transparence dhe klientelizëm. Më shumë se 1 milion njerëz u mlodhën në sheshin Slavia, më i madhi në Beograd, në muajin mars. Në maj numri u dyfishua, duke e shtyr Vučićin të njoftonte zgjedhje të parakohshme. Megjithatë, largimi i tij nga pushteti duket ende larg të qenit përfundimtar. Shumë njerëz e shohin këtë si një lëvizje taktike, një përpjekje për të riorganizuar kontrollin e tij përmes bashkimit të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, pas mbetjes vakant të postit të kryeministrit. Më në jug, në Shqipëri, marshimi i protestuesve të rinj dhe jo vetëm ka nisur nga një tjetër histori simbolike, dhënia për zhvillim e ishullit të Sazanit në zonën e mbrojtur të Vjosnartës, një kompanie të lidhur me dhëndrin e Donald Trump. Ishulli, një zonë jashtëzakonshme natyrore e njohur për praninë e flamingove, ju dha Affinity Partners, shoqërisë amerikane të kapitalit privat kontrolluar nga Jared Kushner, dhëndri i presidentit aktual amerikan. Bëhet fjalë për një investim prej $4 miliardë për ndërtimin e një resorti turistik me mira shtetër, i cili synon ta shndërrojë zonën në një lloj Maldiveje të Europës sipas fjalëve të kryeministrit shqiptar Edi Rama. Si në Beograd edhe në Tiranë ka shpërthyer protesta, si në Serbi edhe në Shqipëri sheshet janë mbushur me njerëz. Arsyeja është e njëjtë, korrupsioni, mungesa e transparencës, pushteti i madh okult i aparatit politik, rrjetet klienteliste të përhapura dhe një çështje morale që përshkon të gjithë sistemin publik. Edhe në Tiranë protestat kanë sjellë tashmë pasoja të dukshme politike. Ndërkohë kryeministri Edi Rama, në stilin e tij të drejtë për drejtë dhe shpesh provokues, u është përgjigjur protestuesve që e quajnë kumbari me një shprehje të prerë, dhënë gjatë një interviste për të përditshme britanike Financial Times, shkofshi në djallë.